That's why. Plus, Amerika në 2022 kur filloi lufta me Ukrainën, Rusia me Ukrainën, Amerika për të balancuar dhe për të pasur shiko t'ja u them tani, për të balancuar, për mos lejuar ngritjen e çmimit naftës në tregjet botërore, bëri lëshimin më të madh nga rezervat amerikane. Lëshoi në vitin 2022 180 milion barela nafte, fuqi nafte. Kjo ishte shitja emergjenca e madhe e autorizuar për t'i zbutur çmimet e larta të karburantit dhe mungesat në treg. Dhe Amerika nuk e ka vënë në vend këto fuqi naftë që t'i fusin në rezerva prap mbrapsh. So, we need them back. Tani,